Gjithë ata që lexojnë këtë ajet dhe kuptojnë, dhe shumë kam qef që edhe ju me bajt mend. Është për ajeteve që do të më nalë robi dhe më thonë, o pasha Allahun, ty Allah pa drejtohet, sepse nuk e ke zemrën e butë sa dohet. Dohet me zbutë zemrën. Dohet më këthy të Allahu ende më shumë. Në veçanti nëse je duke bërë ndonjë gjëna dhe vazhdon. Kujtoje këtë ajet sikur se Allah po thotë, a nuk erdhi koha? A nuk është koha tani që ti të friksohesh Allahut, që të friksohet e zemra jote, të zbutet e zemra jote, o robi Allahut, të kthehesh te Allahu, të distancohesh nga gjërat e ndaluara, të braktisesh haramet, të cilat je duke i bërë. Anë pse ti nuk e din, po ti i din. Dhe ti e din që Zoti yt i din. Dhe mjafton kaq. Ky ajet kuranor ka ndikuar, është bërë sebeb që shumë prej burrave, po dhe grava natyrisht, për njerëzve të mëdhenj, me u pendu. Prej tyne është Abdullah ibn Mubareku, shkaku i pendimit të këtij burrit madh. Isha i ri dhe me shok bashk shkuam një ditë vere, kur frytet ishin pjekur, në një kopsht me plot fryte, po rrim, po hajm, po pim, po bëjmë mohabet, dhe thot isha i dhanën tepër mas vejla muzikore. Najtëm sa najtëm, o rësua, doron në fjetë, në përrim, këty në përriun, dikur natën, nuk më najtë, o qova, e morra të farë, arabisht të thëjnë udë, që lejtë qëtelije kanë arab, edhe fillova a me ra. Pa para se me ra kësaj, rësirë tërë, për një za të një zogu një shpense. Për shë një za që ditë shumë, dikun si me kanë mi kryten, për ma fërmeje, që ditë shumë zanë. Po nuk javë në veshin shumë. E morra të farë gitara, që të quajmë, të qëtelia gitara, që me thonë. Fillova me ra, nuk bën. Qa ka bëhet? Fillova dhe njëre me ra, prap nuk bën. Qa ka bëhet? Herën e tretë nuk ndodhi, sepse ndëgjova një za duke lexuar këtë ajet kuranor. Alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillahi wama nazala min al-haqq. A nuk është koha për besimtarët që zemrat e tyre të zbuten me përkujtim me këshillat e Allahut dhe me të vërtetë që është zbritur? Tha ndala dhe thash, po vallahi, erdhi koha. A nuk është koha? Po vallahi, erdhi koha më pendu, e kapa të farë gitare, e rash për tokë, e theva edhe o largova. Dhe kur më nuk o ktheva ty ku isha, dhe ja sa jam ku jam para jush. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سلك طريقهم واقتدى بهديهم إلى يوم الدين وبعد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد فلندرم الله مضروار تبارك وتعالى جثر ذجدهر صلوات dhe selam I dërgoj Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam e familjes e tij, e shokëve të tij dhe të gjithë atyre besimtarëve dhe besimtareve të cilët kanë ndjekur dhe kanë pasuar rrugën atij burri të madh derisa të kësaj dite, po edhe ata të cilët bin pas nesh deri në kiamet. Pastaj të nderuar edhe me të jemi në surat El-Hadid, kaptinën, komentin e kaptinës hekuri. I madhi Allah Azza wa Jall, pasi që ceku më lart, apo përmendi më lart, gjendjen e besimtarëve dhe të munafikëve ditën e gjykimit. Kthehet dhe nxit, urdhëron, inkurajon besimtarët që ta kujtojnë Allahun e madhruar, që të ngjallin zemrat e tyre me nure dhe me dritë qiellore, që të kenë kujdes e mos të bëhen gafil, mos të bien në gaflet, siç ka ndodhur me udhëtarët e librit të shenjtë të cilët kanë qenë para nesh, ku me kalimin e kohës, distancës nga ardhja e pejgamberëve të tyre, u morën me çështje të ndryshme, I lanë këshillat, mësimet qiellore, I pasuan të parët e tyre, të cilët u lejuan gjëra të ndaluara dhe u ndaluan gjëra të lejuara dhe ju ngursuan zemrat e tyre, e devijuan fenë e tyre. Shkojmë tek ajetet që kemi para vetes me në detaje të shohim se çfarë na thot I madhi Allah. Ku Allah Azza wa Jall thot mas a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Alam ya'ni lil ladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wama nazala min al-haqq. A nuk erdhi koha, a nuk është koha për besimtarët që zemrat e tyre të zbuten me kujtimin, këshillat e Allahut, dhe me atë të vërtetën që Allahu zbriti atyne. A nuk është koha që zemrat e muslimanëve të zbuten? Ibn Atije, Kurtubiju dhe komentatorë të tjerë kanë thënë se disa sahabë të rinj, jo të vjetrit, sahabë të rinj, pasi u shpërngulën në Medinë, filluan të relaksohen, të qeshin,
të bëjnë shaka, pra të jetojnë deri diku jetën e tyre. Kjo për faktin se sa ishe në Mekë, këta jetonin në ankth, në frikë, për çdo ditë për të qenë që për mytë, dëshmani, pastaj vërfëri, skamje, presionet të ndryshme, jetë e randë, shumë e randë. E kur erdhën në Medinë, është liruan. Dhe filluan qeshin, bojnë shaka, dhe sikur se pak kërshun apo e tepruan. E Allah i madhruar u azbriti këtë ajet dhe i qërtoj. I madhi Allah. Thuhet, Mujahidi Qatade e transmetohet edhe nga Ibn Abbasi, radiallahu anhum, se ky ajet ka zbritur për munafiqët, të cilët i thanë Selman Farisijut, na flet diçka, na tregon diçka nga Tevrati, sepse në Tevrat ka ngjarje shumë interesante. Andaj na tregon diçka. E Allahu zbriti këtë ajet. Si mjafton Kurani, që ti zbutni zemrat me Kuran, e ta kujtoni Allahun, por pëllypni libër tjetër, jashtë librit të Allahut, të bareke vë ta'ala. E rëndësishme është, nuk është rëndësishme shkaku i zbritjes, po është rëndësishme kuptimi i ajetit. A nuk është koha që besimtarëve t'ju zbuten zemrat? Pra, çdo zemër e cila është e fortë, e ngurësuar, të zbutet robit. Të zbutet robit. Duke kujtuar Allahun, duke medituar në të madhërinë Allahut, në fuqinë e tij, në argumentet e shumta që ka krijuar, krijesat e Allahut, po edhe duke medituar ajetet kuranore, duke i lexuar, e kuptuar, dhe me e jetum ato ajete, me i ndje, duke punuar me Kuran dhe me Sunet. Zemrat zbuten. Zbuten. I nënshtrohen Allahut. Sa ma shumë zemra me nënshtru Allahut, a i zemrë është me e but. Sepse është me afër devotshmërisë, takvallukut. E takvalluku të ngritë Allah, të zbutë zemrë. Zemra e but, më dëmës, ndikon në krejt gjymtyrë të trupit. Sepse është gjymtyra kryesore e krejt qenis njerëzore, që shka në hadith të vërtet pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, ela inne fil gjesedi mudga, idha salahat, salahal gjesedu kulluhu, o idha fasadet, fasadel gjesedu kulluhu, ela wahia el qalb. Në trup të njeriut është një gjymtyr, e cila, po që se ajo rregullohet, është shëndosh, krejt pjesë tjera të trupit rregullohen, janë të shëndosha. Po që se ajo është e prishër, fasadet, krejt gjymtyrët e tjera prishën. Prej këto mas pari këto, se ta në zdin me menu mirë. Zemra e prishne, ndikon këto menon keq. Tani këto flet keq, e pas ta janë nisë keq. Vepron me dorë, e me kam, e me krejt qenjën e tina. Pse? Sepse këto ka të prishtë. Dhe kundërta është ta mund të kundërta. E Allah i madhruar me këtë ajet,
po i qartan besimtarët, të cilët sikurse u shtjerun pak në këtë dynja. Në mënyrë figurative, ashtu s'bëmë thoni për sahabë, po themi për veten tonë, sikurse pak a shumë me kanë qetë sigurt, jena musliman ballasht. E jo, sepse edhe muslimanëve ju ngursohen zemrat. Edhe për musliman ka vend në xhehenem. Nuk ka vend në xhehenem vetëm për ju musliman. Vetëm se xhehenemi për musliman është ndryshe, tjetër, ndërsa xhehenemi për ju musliman është tjetër, krejt tjetër. Po, xhehenem është ai, xhehenem është ai. Zjarr ka atë, zjarr ka atë. Kjo ajet, krejt ata që lexojnë këtë ajet, krejt, dhe kuptojnë, dhe shumë kam qef që edhe ju me mbajt mend këtë. Ajetën s'mund me mbajt mend për mesh, nuk ka dert, por kuptimin. Është për ajeteve që do të më nalë robi, dhe më thonë, o pasha Allahun, ty Allah pa drejtohet. Sepse nuk e ke zemrën e butë sa dohet. Dohet me zbutë zemrën. Dohet më këthy të Allahu ende ma shumë. Në veçanti nëse je duke bërë ndo një gjëna, dhe vazhdan. Kujtoj e këtë ajet, sikur se Allah për thot, Elem jeni lilledhina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah. A nuk i erdhi koha, a nuk është koha tani, që ti të friksohesh Allahut, që të friksohet e zemra jote, të zbutet e zemra jote, o robi Allahut, të kthehesh të Allahut, të distancohesh nga gjërat e ndaluara, të braktisesh haramet, të cilat je duke i ba. A nëpse tjetë nuk i din, për të i din, dhe të i din që Zotë të i din, dhe mjafton kaq. Ky ajet kuranor ka ndikuar, është bërë sebeb që shumë prej burrave, po dhe grava natyrisht, për njerëzve të mëdhenj, me u pentu. Pra shumë e rëndësishëm ka ajet në jetën e besimtarit. Prej tyne që kanë cekur ulemat, të cilët historianët kur flasin për biografinë e ulemave, është Abdullah ibn Mubareku. Abdullah ibn Mubarek, prej ulemave të selefëve, në zemrës i ngushtë e Ebu Hanifes dhe mik i tij i ngushtë. Abdullah ibn Mubareku që ka dhe emnin Mubarek, i bereqet që i bekuar, ashtu edhe është. Për ata nuk gjenë njëri në dynjat që fletë për te, e që nuk fletë vetëm në nivelin më të lartë. Allahu atë njëri e ka bekuar. Me ilm, fiqh, hadith, gjihad, ahlak, shkencë, e qka jo. E rëndësishme, e kanë cekur se shkaku i pendimit të këtij burrit madh. Djali i rikë, si një pjesë e juja, këtë tregon për vetveten e vet. Kur e pyetën, apo na tregon se si u pendove? Tha po e tregoj. Isha i ri, dhe me shok bashk, shkuam një ditë vere, kur frytet ishin pjekur, në një kopsht me plot fryte, po rrim, po hajm, po pim, po bëjmë muhabet, dhe thët isha i dhanën tepër mas vegla muzikore. E kësha shumë zanat mira vegla muzikore. Ato me veti. Najtëm sa najtëm. O rësua, dëran në fjetë në përrim, këty në përriu, dikur natën, nuk më najtë, o qova, e morra të farë, arabisht të thëjnë udë, që lejtë që të lije kanë arabt, edhe fillova me ra. Pa para se me ra kësaj, rësirë tërë, për një za
të një zogu një shpense. Për shën një zatë që ditë shumë, dikun si me kanë mi kryten për ma fërmeje. I që ditë shumë zami, po nuk javë në veshin shumë. E morë të farë gitara, që të quajnë, atë që të lija gitara, që me thonë, fillova me ra, nuk banë. Qa ka bëhet? Fillova dhe njëre me ra, prapë nuk banë. Qa ka bëhet? Herën e tretë nuk ndodhi, sepse ndëgjova një za duke lexuar këtë ajet koranor. Alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillahi wama nazala min al-haqq. A nuk është koha për besimtarët që zemrat e tyre të zbuten me përkujtim, me këshillat e Allahut dhe me të vërtetë që është zbritur? Tha ndala dhe thash, po vallahi, erdhi koha. A nuk është koha? Po vallahi, erdhi koha më pëndu, e kapa të farë gitare, e i rash për toke, e theva, edhe o largova, dhe kur më nuk o ktheva ty ku isha, dhe ja sa jam ku jam para jush. Ngjaj shumë ka ndodhur me të njëjtin ajet, edhe me Fudail ibn al-Iyad. Ta dytë janë bashkahës, gjeneral. Dhe kanë qenë misht fort me zvete. Fudaili ka qenë më i njohur për nga zuhdi, për nga asketizmi. Ibn Mubareku ka qenë me punë të mëdha, shqetëse ka pak më lartë. E rëndësishme është, Fudail ibn al-Iyad thot, ka qenë një vajzë e doja të ma shumë se këtë dyja. Dhe herë kontaktoni me zvete. Një natë, e kështu lana terminin, më taku natën, dhe afrova afër shtëpisë sajna, dhe po du me këtësi murin lartë. Të mundu me këtësi murin, kur për të dëgjoj një za, duke lexuar këtë ajet koranor, alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wama nazala min al-haqq. A nuk është koha për ata që kanë besuar, që zemrat e tyre të zbuten me kujtim, për kujtimin e Allahut dhe me atë që ka zbritur Allahu. Dhe thamë beta. Dhe më njëherë të rhiqa mrapa. Thash, po, Zoti jam është koha. E lasha vajzën. Tu këthyje natën kjo. Tu këthy, për ndëgjej do djem, janë mbledhur diku, po mu nuk po më shohin, edhe po pësedojnë me zvete. Afrona, rasisht, ngaj, dhe thot njani tjetërit, Fudaili, njëri haram, hajnë, plaçkec, janë zërë njerëzit për i tina, pju deli njerëzve në rrugë për i plaçkit njerëzit, që kështu ka qenë, plaçkec ka qenë, ka qak, ka do njerëzit në ka plaçkit. Tash, edhe këti e bije në kry, atje, ju lexoj ajeti koranor, nuk diti kërë këza, nuk e diti. Rrugës të shku, kur e ndëgjaj, tash këta të thonë njën tjetër, kërë thotë, o, Zoti jam, mirën për vetën tem. Edhe natën, njerëzit bojnë Allah për mu, se onë e bëj haram, li ditët që flasin këndër meje, e për mu. Po edhe natën, jo, Zoti jam ju. Onë më nuk bëj kësa haram. Jo, Zoti jam ju. Pas ka orë koha, mu pëndu. Dhe sheni pëndimi, o Zoti jam për ty, kam me vendos, me shku në Qabe. Me shku në Qabe. Dhe shkoj në Qabe, dhe nejtë në Qabe, në Mekë, në Medinë, dhe risa vdiq. Të adhuru Allahun, të boj ibadet, ila me dynjahe, me familje, me shëshërije, me qka ka. Dhe jo. Karejt kam ilan. Dhe jetoj në Qabe, mes dy hareme Mekës e Medinës,
deri sa vdiq, ashtu që edhe u qujt Abidul Haramein, adhurus i dy xhamijave, dy haremeve, sepse ka bërë adhurim ibadet këtu në Mekë dhe ka bërë ibadet këtu në Medinë. E tani Abdullah ibn Bariku e fjalën e tërhiq, Allah pas më shëruat edhe atë, e të gjithë besimtarët. Në gjihad, Abdullah ibn Bariku lufton ku në luftaj. Ai s'ka do luftave. Po dhe ilmit, ka përhap ilmën në luftën davet, ai ka një veçantë. Pja shkru tina një letër, pi bën selam tina në Mekë këto, edhe pja shkru do vjeshat mira. Ndërto, ja abd al-Harameni, lau absaratana, la alimta annaka bil ibadati talabu. O adhuruesi dy haremave, që pa adhuron Allahun këto dhe këto. Po ta për fronte që, po ta na kishte pati neve këtu në front. Dhe ta dijeti se sa ne po kënaqemi këtu. Të përha fjallën Allahot, do ta kishte kuptuar se ti je të bo hajgare me adhurimin tënd. Pra larg jete. Ja që një këshill pak së mënyrë indirekte atina, po edhe selam të njëjtën kohë. E rëndësishme, këta dy burrat më dhej pra, dhe shumë të tjerë janë pënduar se shkak i këtij ajeti koranor. Andaj është tepër me rëndësi që robi, ky ajet në veçantë por këto ajetet koranore ku lexohen, nalë dhe kujtavor robi Zotit. Sepse një ditë na lexohen edhe ajetet, por ndoshta na lexohen kur jena në dhënë tokë. E dikush na lexon ndoshta me kryton. Sikurse kur të varrosëm të vdekurit, shkojnë u aknojnë Fatihën, kul huwallahu, kul a'udhu e tjerë. A di çka thot Ibn Abil-Iz, komentuesi akides së Tahavijut, Allah e pas më shëruar, kur flet për këtë mesele, për leximin e Kur'an për të vdekur, thotë sa njeri. Jo që nuk bën hajr Kur'ani atina, por veç ja shashirë, veç i rëndon hala ma shumë. Pse? Sepse ky Kur'ani se ka ngu kur ka gjallë, se ka lexu kur ka gjallë. E tash për së vdekur i lexohet Kur'ani dhe ky hala siklet vujtjave që kanë varr. Tash kur dëgjojmë Kur'anin i shtohet sikleti hala ma shumë. Pra nuk keni mën kur gjë, nëse s'ka punu për atë natë për atë. Andaj edhe neve, nëse në lexohen ajetet, nëse në lexohen. Por, vën bëhet. Vën bëhet. Robi do të pëndohet në këtë dynja. Sa ma shpejt. Se çdo ditë është tepër, vonë. Është vonë, dikur bëhet tepër vonë. Kthehemi tek ajetet koranore. E tani me fol për Abdullah Barekun dhe filloj me jadin. Ka mohabet gjatë, se në biografi të arta. Dy ulema yje të pashuara që mbesin deri në kiamet, edhe vazhdojnë muslimanët të marrën se arnek edhe shembull, fjalët e tyne, veprat e tyne, thënjet e tyne. Abdullah Bareku është edhe muhaddith, është edhe faqih, ka transmetime të haditheve, librat fikut, meselet fikut e tjerë. Ndërsa kë ka fjalë turta sa të dush. Fudail ibn al-Iyad. Kthehemi tek ajetet koranor, pra Allah i madhruar i qërton, e këshillon, thuaj edhe i nxitin kur janë besimtarët, që të kthehet të zbuten zemrat e Zotit, zemrat e tyre me përkujtimin, këshillat e Allahut, ajetet koranore, me adhurim, me ibadet, me meditim, me dhikr i zbut zemrat, namazi zbut zemrat, Kurani zbut zemrat, meditimi zbut zemrat, zemra vdes. Dhe ja që ka thëtë Allahu tash në vazhdim. وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ. Dhe mos u bëheni, dhe mos u bëni, dhe mos u bëheni, apo mos u bëni, që shdush, se ata, të cilve ju dha libri me herë në klapa, që fëtët dhe të krishterët. E pas i kaloj një kohë gjatë, zemrat e tyre unë ngurtësuan shumë. Zemrat e tyre unë ngurtësuan. Dhe shumë prej tyre janë fasik, jashtë
Kja është rrugës së vërtet. Pra, jetoni me Koran. Jetoni me dhikr, me adhurim, me ibadet. Meditoni. Ju zbutni, përpeshni ju zbut zemrat. Punonim ju zbut zemrat. Ju përul para urdhrave të Allahut, para sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe mos e bëni, sikurse ata të cilëve ju dha libri para jush, kujt? Tjetër përpos që po do të krishterëve. Dhe çka ndodhi? Pas një intervali kohor, sa dishti Zoti, larg pejgamberëve. Sa ishin pejgamberët, natyrisht tjetër iman kishin ata. Tjetër iman kishin. Por pejgamberi vdiq, dhe me kalimin e kohës, këta filluan të braktisin, të harrojnë, të anashkalojnë mësimet qellore, mos ta lexojnë librin, mos ta adhurojnë Allahun me këtë libër. Librin e shajtë ty në të kështër dhe që fotet, ata dhe ata. Dhe dalin nga dal, ju ngursuan zemrat e tyre, ju bënë zemrat e tyre guri. Andaj edhe më nuk ditën që është halal dhe harami. Dhe si rrjedhoj edhe bën ndryshimet më dha, duke i ashtuar edhe elementin tjetër që në vend se të pasojnë Koranin dhe mësimet profetike të tyne, ata e pasuan të parët e tyne, të cilët ata fillim devijuan Rabbinit dhe murgjët, e pastaj i devijuan edhe këta. U lejuan gjëra që ka ndaluar Allahu dhe u ndaluan gjëra që ka lejuar Allahu dhe në një farë mënyra po tjetrën krijuan një fe të re. Shumë ndryshe nga originaliteti që ju ka zbritur atyne dhe kjo është e vërteta. Ja se çfarë thot Ibn Kathir në këtë ajet, në këtë pjesë të ajetit. Thot, Allah i madhruar u ka ndaluar muslimanëve që të ngjasojnë atyne të cilët u ka zbritur libri më herët, që fotëve të krishterëve. Në këtë ajet u ka ndaluar. Ashtu që ata, pas një kohë të gjatë, pas pejgamberëve të tyre, ndryshuan librin e Zotit me duart e tyre për interesa të dynjas. E hëdhen mas shpinë e librin e Zotit. U dhanë mas fjalëve që u a thoshte mendja e tyre, teket e tyre. I pasuan njerëzit në rrugë të Zotit, njerëzit, jo fjalën Allah, për njerëzit, i pasuan njerëzit. Ashtu që i bën, i konsideruan Zota, Rabbinët dhe murgjët, e adhuruan për pas Allahut, sepse çka thonin ata, këta vepranin. Ata u ndalin në gjëra të lejuara, këta i bënin. Ata u lejonin gjëra të ndaluara, këta i bënin. Dhe kjo është me adhuru njerëzit e jo Allahun. Nëse bën të çka thot një njeri gjithmonë, e që shumë herë, qoftë edhe herë, bien kundërshtim ideja, mendimi, thënia e tij me Allahut, e ka adhuru njerin. Për ata shumë sufi, Allah i drejtohet të udhëzoft, e adhurojnë shehat e tyne. E adhurojnë shehlerët e tyne, të partë e tyne. Shijat e Iranian e adhurojnë të partë e tyne. Identik se kurse të krishterët e që fotet. Nuk është kush për as deri në zhëmje me adhuru krejt çdo gjë. Për me ranë shirk, nuk është kush krejt. Kështu Allah e quan, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Për ata pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, u lexon këtë ajet kuranor, Adi bin Hatem at-Ta'iut, i cili kishte kaluar në krishterizëm, fisi i tij komplet,
Ishte bërë këj pari fisit, tash i krishterve. Dhe kur e përhap, Islami periferi të Medines, iku kë, shkoj në Sham. Ndodhi që ka ndodhi, muat ratina, erdhë në Medine, kërkej pejgamberit në shkëleje, me dhanë siguri që mos me mbyte, me dha besën tjerë, dhe shkoj në Sham edhe tha vllaut, hajde more. Hajde more se unë jem kom najtë me to, kë burri madh. Tha ti ke pa, unë e kam pa. E rëndësishme erdhi, është tregim i gjatë. E pastaj vetë tregon këtë, Adiu. Dhe thot, kur hinën për pejgamberin në shpitina, sallallahu alaihi wasallam, më tha, ja Adi, unë e di pse ti nuk bëhesh musliman, apo pse të pengon ty. Janë gjej këtë. Tha, ja Adi, ti që i ka thonë vete i parit krishterve, a ja mërshën njerëzve mazën e shtëshën gjë për veti, ajken. Ti thonë, japni pare, burra japni pare. Ata jep pare, ti hop mbramje, gjep shpitane. Dhe po tha, e ke di që se ki të drejt? Tha, po e kom ditë. O Adi, a shehni se njerëzit ishtin mi adhuru juve? Tha, ja Rasulullah, ne nuk ishtin e më në adhuru. Tha, po mirë, o a lejoni të ndaluaren? Tha, po. A o andalen të lejuaren dhe ata ju pasojnë? Tha, po kjo është adhurim. Kjo është adhurim, ata që adhuron e ke bo zat. A në qoftë edhe zak mizë në koftë, ti e ke bo zat. Sepse ke adhuru për kunder Allahot, apo karshi Allahot. Edhe zbrita e ti kuranor që të soa pak më heret, që lezoha surës të Taube. Pra, këthejme të Ibn Kathiri, thot edhe Ibn, të partë e tyne, zota për pas Allahot. Në këtë rast, në këtë gjendje, aty një ngërësua në zemrat. Ashtu që zemrat atyre më nuk pranojnë këshilla, Allah këtu për thot, nuk i erdhë koha më zbu zemrat me këshillat të Allahot. Ashtu që ato zemrat nuk pranojnë këshilla. Nuk zbutën zemrat atyre as me kërcnime, as me përgëzime. Pra ndash që me shku në gjenetën e se përën tjere, ndash kërcnëje se ki gjehnem e ki këtë njëjtë, zemrat nuk i zbutët, sepse janë ngurësuar zemrat e tyne. Pas që thët Ibn Kathiri, edhe me te vazhdan e thët, zemrat e tyre ju ngurësuan atë shumë, sa që ju bë shprehi e tyne, me ndryshue fjallën e Allahot. O bëj letë me ndryshu fjallën e Allahot. O bëj normalet e ta me ndryshu librën e Zotit. Kështu që lanë ata shumë vepra pa i punu që ishe në urdhru me punu. Që fëtët kështeret, ishë në urdhruar me i punu. Së për shambull këtë sotit, nëse thu dikuj për i të kështeret debatën me te, pa më thuaj, nëse ki sot dhe pak një horin fejnë tane, është në bëlesa obligim të ju të kështeret, apo nuk është? Hajt. është obliguar, obligim dëtërim apo nuk është? Nëse nuk din, a nëse din edhe e pranon, është përgjigja shumë e qartë, po, është e vërtet. Pse e këni leju njerëzën me dalë, grave që plutë? Pse o lejani? Jesë në vesin, tjetër kur nuk vesin, po tjetër është me i kundërshtu. Edhe të nësë në vesin, që ato në për në vesin shumë, edhe neves në vesin, po ne s'va bojnë rafsh. A shëko dalimi. Ne s'ja bojnë halal. Jo pasha Allahun haram, e mi haram, e sa dush haram. Dhe të mirat, nëse në zanë deka që atë gjendje. Tërsa në që mi thona, në halal s'ja bojnë. Nuk e ndalojmë diçka që ka lejuar Allahu, apo nuk e lejojmë që ka ndaluar Allahu apo të kundërtën. Nuk e bojmë ne. Pra, Ibn Kathiri thëtë, derisa bësh shprehi, bëj lehtë ndryshimi i fjalëve të Allahut, ashtu që janë shumë punë të cilat janë urdhëruar të bëjnë, edhe bënën shumë ndalesa që janë urdhëruar të veprojnë. Për këtë arsye, thëtë, kjo fund të shumë me rëndësi, duke nisëm nga ky kënd, nga ky element. Allah i madhruar ka ndaluar besimtarët që të ngjasojnë atyre thtarëve të librave të shejtat më hershme në çdo gjë.
në qoftë në çështjet bazike fetare, qoftë në çështjet sekondare. Edhe në metje ka hadithe tani, të cilat ndalojnë me ngjasu të tjerëve, sepse ata kanë bërë lamsh fenë e tyre. E rëndësishme është, këtu i madhe i Allah, te bareke ve taala, pra po i nxit besimtarët, po i inkurajon që ti bin veti mas me fjalorin ton, e të zbusin zemrat me dhikr, me përkujtim, me këshilla koranore, me fjalë të Allahut, me Kurane, me namazet tjerë. Dhe mos të ngjasojnë atyne që kanë qenë para nesh, ku e patën këtë nur dhe dritë qellor, i patën të mira të Allahut i brat shajta, por i ngursuan zemrat dhe i praktesën atë libra dal nga dal, deri sa mbeten në mënyrë figurative, me thonë se janë thtarë të ati librit. Në realitet, mes tyne dhe mes librit të Zotit, ka distancë shumë të madhe. O këthirim në fasikon dhe shumica atyre e njerëz që nuk janë rrugë të Allahut, shumica sepse ka pas për tyne që janë udhëzuar, andaj nuk janë krejt. Thotë Allahun në vazhdim, duke të reguar se zemra sa do që forcohen, ngursohen, ma gjithë në vdesin, ka mundë si më ngjallë. Tash me dha shprej së robit, thëtë Allahu, i elimu, enë Allah juhji l'arda ba'de mautiha. Dijeni se Allahu është ai që ngjall tokën pas vdekjes së saj. Dijeni se Allahu është ai që ngjall tokën pas vdekjes së saj. I elimu enë Allah juhji l'arda ba'de mautiha. Pra, nëse toka, cila është e thatë, e vdekun, a e vdes, pe e thatësisë së madhe, shën Zoti shi dhe ngjallët dhe ndryshon krejtësisht nga ajo që ka qenë me parë vdekur, pa dhe zemra e robit mundet me ngjallë pasi t'jetë ngursuar, apo pasi t'jetë vdekur. Mund ngjallë i madhe i Allah, te bareke ve taala. Ka fuqi Allahu me ngjallë. Andaj, po i nxit Zoti muslimanët, që edhe ata që dojnë të pëndohen, se sa do që e ki zemrën e ngurt, sa do që e i larë rrugës Zotit, nëse lypë dim për Zotit, nëse zot dorën drejt rahmetit Allahut, dije se nuk ka më të munguar mëshira e Zotit. Veç Allahut dënë me pas sinceritet në zemrën tënde, se e ke për i me dhe për përpiqesh. وقد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. Ne u kemi sqaruar argumentet që të kuptoni. U kemi sqaruar argumentet që në Koranin, Sunetin, që nëse ju kapni për to, punoni me to, kam ngjallë zemrat e juve dhe kemi shijue një kënaqësi dhe një prehje shpirtërore. Në mënyrë indirekte, ajeti sinjalizon për fuqinë e Zotit, kudretin e tij për me ringjallë njerëzit në ditën e Kiametit. Sepse siç ka mundësi Zoti me ngjallë tokën këtë dynja pasi që të vdes dhe insani sheh njeriu me sy të vet, po ashtu e njëjta për Allahun është me ngjallë robin ditën e Kiametit pasi që të vdesin e të kalbër të shkatërronit e tjerë. Me ngjallë me qitë para vetes dhe me kërkupejt tina llogari dhe një. Pastaj Allahu te bareke ve taala në vazhdim cek shpërblimin e madh, shumë të madh të atyre të cilët i japin për hir të Allahut. Aqë në ajetet e mëlarta nxiti muslimanët me dhanë. Tani këtu me dhanë nga ajet që ka lënë Allah në trashëgimi, pa ka dhanë Zoti, ka bërë të trashëgojnë. Tani këtu Allahu të regon për shpërblimin e madh që e kanë ata që japin për hir të Allahut azza wa jall. Thot Allahu, innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradu Allaha qardan hasana. Ata që japin lëmosh, e që japin Allahut një hua të mirë, qofshin burra apo gra. Ata që japin lëmosh për Allah, i japin
hoa për Allah, në ka quajtur hoa. Burra qofshin apo gra. Hasan Basri ju thot sa herë që ceket me dhanë hoa Allahut, hoa, qard, Hasan, Allahu ka për qëllim sadakan lëmosh, me dhanë për Allah. Të sikur se pjebë Zotit, pjelen dur ti dhe ati elen, në fakt. E që len lëmosh hajrat për edhe vetën tante. Pra, innel musaddiqine, vërtet ata të cilët japin sadaka, por japin shumë sadaka. Po edhe gratë, dy gjeniti ka cikur. Në të gjitha format, mënyrat e hajrateve që ka mundësi. Japin fëkarave, nevojtarve, në rrugë të Zotit, me përha fjallën Allahut, me që davetin për para. Këtë që ka nevojë muslimant me përfitue, dini Allahut me përfitue, pe i legëve kë shpejton është i pari, apo pe i të parve, dhe ja për hatër të Zotit. Nëse o japin individve, nuk kërkan për ty në asë problem, asë falenderem, asë kur gjithë Zotit, asë lodhë për atë punë kur dherin kjapet. Ndërsa nëse jep punë të hajri tjera, s'ka për kuj kërkan është problem, se ka dhanë njerëzve, për ja ka dhanë davetit, ja ka dhanë shëqëris, ja ka dhanë dinit islam, me gjithate nuk e lyp, nuk e danë, nuk lodhët haj me falendru njerëz. Nga se ka punë me Allah. Allah ja ka dhënë tina, kë jep Allah. Kë jep Allah, e jep për hatër të Zotit. Të shpresu shpërlim të Allah, të bareke wa ta'ala. Për ta thëtë Allahu, yudha'af lahum wa lahum ajrun karim, atyne do t'ju shumë fishohet përfitimi. Pra Allahu o apranan, o a shumë fishan, ju një për një, por 10 për një. 70 për një, 700 për një, kujtë dënë, sa të dënë. Wa lahum ajrun karim, edhe ata do të keni shpërblim të madh, për pas shumë fishimit të sevapeve, që këta japin për hir të Allahut, ata kanë edhe shpërblim shumë të madh që është futja atyre në xhenet. E a ka shpërblim të madh se sa Allahu me që robën e vetë në xhenet. Pra, këta që kanë pasoni, po të kinë men dhe iman, e met pa iman, se në syrin, a më sanë zhjën kur gjo, këta lehtë kanë me shku në xhenet. Shumë lehtë kanë me shku në xhenet. Dhe për këtë ka shumë hadithë pejgamberit sallallahu alaihi wa sallam. Por nuk është koha dhe tema këtu me folë për tu. Pas kësajna, thëtë Allahu të bareke wa ta'ala, edhe një herë cilë shpërblimin e besimtarëve në xhenet, apo gjendjen e tyne në ahiret, dhe gjendjen e ju besimtarëve. Thëtë Allahu, walladhina amanu billahi wa rasulihi, ulaika humus siddiqun. Ata që besuan Allahun dhe të dërguarin e tina. Pikërisht ata janë të sinqertët. Siddiqun, Siddiq, Ebu Bekr Siddiq, Siddiqun janë të sinqertit. Ata të cilët e besuan Allahun me besim plot, iman, pra i zbotën zemrat e tyre, o ngritën o avancuan, e besun Zotin hak, pejgamberin hak, sallallahu alaihi wa sallam, po dhe pejgamberët e tjerë krejt. Walladhina amanu billahi wa rasulihi, besuan Allahun, pejgamberët e tij, të dërguarit e tij. Punuan me Kur'an dhe me Sunet, i kryen farzat e Allahut, u shmangën u larguan nga haramet e Allahut. Punuan për më ngrit më avancu, te madhi Allah te bareke wa ta'ala. Ulaika humus siddiqun. Ata janë të sinqertët. Siddiqun janë grada më e lartë e besimtarëve. Vjen më njëherë mas pejgamberëve. والشهداء عند ربهم لهم أجرهم
Edhe shahida dëshmorët tek Zoti I tyre, ata kanë shpërblimin e vetë. Lahum ajruhum wa nuruhum. E kanë shpërblimin e vetë, po dhe nurin dhe dritën, të cilën u ajabë Zotin Sirat, nuri dhe dritë. Me të ndryqon para tyne, në djathë tyne, në të majë tyne që keni ceku nur dhe dritë, si mbas imanit që kanë pasër në këtë dinja. Po edhe shahidat, o shuhada, inda rabbihim, edhe shahidat të Zoti I tyne, të cilë luftuan rrugën e Allahut, për me përha fjallën e Allahut, për me mbrojt dinin e Allahut, për me mbrojt nderin e muslimanëve, pasurinë e muslimanëve, gjakën e muslimanëve. Edhe patën e gjellë dhe vdicën, se pa e gjellë nuk vdiset. Ata të Zotit tyne kanë sevap të madh. Sevap të madh. E hadithet që flasin për sevapin e shahidave, sa të dush, prej tyne që të regon sevapin e madh, shumë madh, është hadithi Buharires, radiallahu anhu në Bukhari dhe Gjetiju, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë, inna fil jannati 100 daraja. A'addaha Allahu lil mujahidin fi sabilillah. Ma bayna ad-darajatayn kama bayna as-sama'i wal ard. Për mujahidët që kanë luftuar në rrugt të Allahut, Allahu ka përgatitur për ta në xhenet 100 shkallë. Allahu në xhenet I ka përgatitur 100 shkallë për mujahid, që kanë luftuar në rrugt të Allahut. Mes çdo distanca, mes çdo dy tërhegjeve, dy pozitave, është sa distanca mes qiellit dhe tokës. Pra këta janë të veçantë. Janë të veçantë që nga momenti kur u vjemi darë shpirti, e që nuk ndjejnë dhimbje, e s'kan llogarin varr, e s'kan gjykim ditën e Kiametit, e dëshmojnë të përshtathet nga të afërmit e tyre, e atje nuk ka llogari për ta që kalojnë ditën e Kiametit, veç ecën sa çmojnë, e atje në Sirat I mush Zoti me nuën me dritë, dhe I fut në xhenet lart. Dhe atje martën me 7 hyria në xhenetit, edhe të mirën të nantë. Por, këtu I madhi Allah, I ceki 2 gradë. Siddiqun të sinqertit dhe shahidat. Këtu janë 2 gradë, pej 4 gradave, shkallëve, të besimtarve, që janë besimtarëve të ngritur, që hinë xhenet ngritur. E jo do gjëna qare gjytëryma që njëherë shkojnë xhehenem atje, mirë atje shkojnë, I lojnë gjënat, Allahu na ruajt ja Rabbi, por këta të cilët këtë dënja, këta punojnë për din të Allahut. E që Allahu I ka thënë në surën An-Nisa, wa man yuti' Allaha war rasula fa ulaika ma'a alladhina an'ama Allahu alayhim min an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ai cili e dëgjon Allahun dhe pejgamberin e tina. Fa ulaika ata janë me pejgamberët, me siddiqinët që përcek të sinqertit, me shahidat, grada e 3 dëshmorët, salihin të njerëz të mirë, të devotshëm, këtë grupi 4. Wa hasuna ulaika rafiqa, dhe sa shoqëri e mirë është me qenë me ta bashkë. Shkalla e parë pejgamberët, e janë të veçantë të Allahut Azza wa Jall, ku gradën e tyne nuk mund të arrijë askush. Menherë pas tyne vinë siddiqinët, që në grada më e lartë, me këtë ajet kuranor, surës An-Nisa, është grada më e lartë që mund të arrijë robi është siddiqinët. E që Allahu përshkruan edhe këtu në surën Al-Hadid, se kush është siddiqin. Anëpstani këtu ka shumë fjalë. Për shumë mujahidi, Allah e pas më shëruar, thot, ai njeri cilë beson Zotin hak, pejgamberin hak, fal farzat e Allahut, është mangët harame, ai është me në siddiqin. Allah në bëhë për tyne.
Allah në bëfi tyne, pra shkallë shumë e lartë. Shahida që nënta, me gjithë mirat e mëdha që i kanë, shpërblimet të shumë të prapje nënta, në grada e tretë. Në grada e katërt janë salihin e evliat Allahut, burrat e mëdhej. Këtu janë 4 gradë, të cilat besimtarëve futen në xhenet, por dallim të madh njëri prej tjetrit. E tani ka musliman plot e tij tash më herë sa të dush, e sa Zoti e din, të cilët natyrisht janë jashtë në 4 grupeve, kanë iman, por kanë harame, kanë gjunahe, dhe çka bën Zoti me ta, nuk e dim. Allahu na fal. Në fund Allah i madhruar thot: "Walladhina kafaru wa kadhabu bi ayatina ulaika ashabul jahim." Kthehet te Zoti pasi të cek pozitën e lartë që ka përgatitur për besimtarët, për siddiqinët e shuhadat, thot: "Dha adrsa ata, apo dha ata të cilët kafaru, kanë bë kufër, kanë bë kufër, kanë mohuar argumentet e Allahut. Wa kadhabu bi ayatina, kanë përgënjështuar argumentet e Allahut. Ulaika ashabul jahim, ata janë banor të xhehenamit. Allahu na ruaj. Pra çfarë? Me të gjitha llojet e tyre që kanë bërë kufër. E kufri është gjantën, kufër çfarë do formë të kufrit. A kanë bërë kufër me Allahun, pejgamberin, librin e shajt atje, kanë bërë ditën e kiametit, kanë bërë shirka, kufër. Allahu na ruaj, wa kadhabu, dhe kanë përgënjështuar argumentet e Allahut, e kanë përgënjështuar ditën e kiametit, ose pejgamberin, ose librin e shajt, kanë përgënjështuar, kanë mohuar, kundërshtuar argumentet e Allahut, ata janë ashabul jahim, janë banor të xhehimit, e xhehimi, xhehenami, është njëri për emrave të xhehenamit, dhe kjo ajet, kjo pjesë e këtij ajeti, që ka thonë disa komentatorë, është argument i fortë për argumenteve të forta të prera, se në xhehenam për gjithmonë do të jenë vetëm çfarë. Sepse Allahu po thot, ata do të jenë në xhehim, do të jenë për gjithmonë. Këta, për ta ka përgatitur xhehenam për gjithmonë, xhehenamin, ndërsa për besimtarët është xheneti. Elhamdulillah që Allah në ka bërë musliman, Allahu në ruajt imanin, në forcoft, ja Rabbil Alamin. Allahu e din më së miri. Wallahu alam, wa sallallahu wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad, wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.